Si është më e mira njeriu ta therr kurbanin vet apo ta therr dikush tjetër për te? Më e mira është njeriu të merr kurban në shtëpinë e tij, në vendin e tij, ta ketë atë në ditën e Bajramit me dorën e tij, Bismillah, Allahu Akbar, e therr kurbanin. Kjo është më e mira. Mirë po, ndoshta në shumicën e rasteve, njerë shkaku i kushteve, shkaku i rrethanave, shkaku i banimit në përbanesa, shkaku i banimit në vende që ndoshta nuk përshtatet therrja e kurbanit e kështu me radhë, gjejnë mënyra më të lehta. A është në rregull nëse e paguan kurbanin dhe therr dikush tjetër, ndërsa ti e ke bën jetin, çdo gjë është në rregull, megjithse përsëri me qenë mundësia që njeriu ta therr me dorën e tij, kjo është më e mira. Po nëse jo, atëherë edhe kjo mënyrë është në rregull, edhe kjo mënyrë vlen dhe shpërblimi arrihet inshallah.